A do e përdor Rama zarin e vetë të Spaku për t'i marrë mandatin Mariana Koçekut? Si që patë sot, doli Taulanti edhe ja shtrëngoj dhëmbët Marianës, i tha ti neomalsores, ke bo gabim shumë të madh, tha që o qa gjeta. Shive. Edhe Rama ka bo që kur ka lënë këtë, se ka pas majtë këto atje në zyrë, që kur ka lënë këto breshkat, o bo si i qmen. Le t'ja të qëjnë dikush prap atje në... se mos më ha. Që kur ka lënë breshkat, ka shkallu. Doli Taulanti sot, kështë kishim fjallën të Mariana Koçeku, edhe tha që ajo tha, pse s'ka denoncua, ajo tha, du të denonconte në prokurori, tha, se bën vepër penale kur nuk denoncon. Nuk e shtyu as një orë, edhe doli mjeshtri Spaku. Doli Spaku dhe tha që kemi... jo Spaku, doli ai, Bajri, që qenë ata? A më zbesoj se flasin me Taulantin ata, po ndoshta dhe flasin, dolën ata edhe e kemi kallzu në Spak, se është debuteta ajo. Tani historinë ju e patë, nëzori një herë në fillim, kur bori neomalsoria atë reagimin e parë që tha kam ik nga Partia Socialiste, nëzori atë Helenën, atë Kaçën, atë aguridhën e vogël, se si që duket menoj do i nxirri gocë të re kështu, mbase do kthehet. Nuk u kthy ajo, u tregu kokfort, si që ka thënë Rama, që është kokfort. Nuk u kthy neomalsoria dhe nxori Pierinin, ndërmjetësin mes bandave dhe partisë. E i tha Pierini që kjo mandatin atakon neve, e ke marrë Partisë Socialiste, kujtun. Nuk u bind neomalsoria dhe doli pastaj tha që kush prek, qose u prek edhe i qime floku familjarëve të mi, do ju shuja që u kishte thënë këtyre bandës, këtyre bajrave. Tani asnjë nuk e di, se pranaj po e bëj videon që shive qa metoda që i përdor ky. Është e dëshmume nga gjithë, është edhe filmume që këta kanë qenë të implikum në zgjedhje në qarkun e Shkodrës. Aq sa kanë bo dhe Benet Becin e kanë bo kryetar bashkie, etj, gjithë deputetët. Në një farë mënyre Rama ka i drejtë se në thojza e ka marrë mandatin jo me vot lirë, e ka vjedhë dhe kështu që e ndjen si prond vetën. Nuk e ndjen mandatin si vot qytetarësh, pra që qytetarët kanë votu Mariana Koçekun. Ai e ndjen si të vetën sepse i ka marrë me dhunë, me bandat, i ka ble, me presione, me shantazhe, kështu që në këtë logjik të babait të breshkave, që mante breshka përpara në zyrë, ka drejtë ai. Në logjik normale nuk ka drejtë sepse mandati ka emër Mariana Koçeku, nuk është Partia Socialiste, po është edhe Mariana Koçeku, se s'po më qëndron breshka, mos më pi breshka në këtu. Dhe masi e provoj me gjitha këto, ajo doli, tha, edhe këta thonë, po e kemi kallzu në Spak. Tani kallzimi këtyre në Spak është që na ka akuzu kot, pak a shumë, ma mërmenja se nuk e kam lexu, por na bim qaf, nuk të kemi kallzu e gjitha. Loja është shumë interesante. E para pse e bë Rama këtë? E para njëherë e bë për t'i shti frikën të gjithë grupit parlamentar që mos guxojnë kush të ta lëshojnë, tik, sepse aty ka mbi 10 veta që janë gati për tik, për ta lënë. Edhe e bën shembull neomalsore për t'u treguar atyre tjerëve që edhe ju nuk do e keni të lehtë tikni. E dyta, ka një garanci që e ka çu atje, ka një garanci Altin Dumani dhe majeni men si ka përshku kjo punë. Altin Dumani është kamikazi ati, nëse dyshon njëri për këtë, domethënë nuk di çfarë të them më pastaj. E çon atje dhe Spaku do i thotë hajde na e vërteto ti që të kanë kërcënu.
Kërcënimi është kështu, për shembull, të deli rob në rrugë, në mënyrë verbale, thotë do të shtuket, do të bëj këtë, do të bëj atë. Hajde vërtetoje që të ka kërcënu. Pra, ti e kërcënu, po për ta vërtetuar para gjykatës, para spakut nuk e vërteton dot. Prandaj kjo është hilja që janë duke bë ata dhe nuk ja morin në mënyrat e tjera mandatin neomalsore, se me siguri do ja marr ky kamikazi i spakut, do përpiqet ja marr ky kamikazi i spakut, se s'kan për ta lënë në fakt ndërkombëtarët. Do përpiqet ja marr ky neomalsores edhe ta bëjnë shembull që çdo njeri që mendon ose është bë gati të rilindja tike dhe ta lëshojnë këtë, thot do na marr mandatin me spak e me kështu e me ashtu. Kështu që kjo është një histori shumë interesante për të ndjekur, nuk ka gjëra rastësore, sidomos kur bëhet fjalë për Edi Ramën. Skemat e tij janë perfekte, janë të mirë menduara. Ashtu si që ka bë skemën perfekte të tjetërsimit dhe të vjedhjes së votave, ashtu i ka dhe skemat e tjera. Nxjerr Helenën, mas Helenës nxjerr Pierin Dreun, mas Pierinit shkon kërcënimi sipas pretendimeve të neomalsores. Neomalsoria e bën publike, Delta Ulanballa i thotë që ke bë vepër penale, ke bë që s'ke kallzu, që s'ke shku në polici, që s'ke shku në komisariatin më të afërt, i thoshte asaj. Dhe fill pas deklaratave të shokut Taulant, vjen edhe kallëzimi në spak nga çajën ato bajrat. Unë s'kam gjë me bajrat, po ideja është që si funksionon mekanizmi këtu. Ai po përdor edhe metodat më të frikshme për të bë presion edhe shantazh atyre, presion dhe shantazh deputetëve të partisë vetë që mos ta lëshojnë. Sepse e di, e ka informacionin që do ta lëshojnë gjithë, do vinë koha që do filloj një nga një si punë neomalsore se do e lëshojnë, nuk është rastësore që ajo iku. Pra kishte dhe deputet tjerë që ishin gati, po më e pa implikuara si duket nga gjithë ta, edhe burnesh malsore ajo. Kishte kërku dhe falje për thethin. Që ka njerëz që e diskutojnë këtë neomalsorën, jo po pse s'fole deri tani, jo po kështu, jo po ashtu. E para herë është njëri edhe ajo si gjithë tjerë. Të gjithë këta që akuzojnë neomalsoren që pse s'fole deri tani e më thet thash, janë shqiptarë si gjithë tjerët edhe janë konformist. Pra për konformizëm, shqiptari nuk të falë, po i erdhi mirë nuk flet, nuk e thot vërtetën kurrë, nuk e thot drejtën dhe nuk e vepron të drejtën kurrë. Kështu që këto që bëjnë si të moralshëm, jo po pse s'fole dje, fole sot, edhe ajo njeri është si gjithë shqiptarët e tjerë, si gjithë 83-82 sa i kanë ngel ati mandate tani në parlament, që as thuj se një pjesë e mirë nuk janë dakord me të, po ju hahet rroga deputetit, ju hahen privilegjet, një pjesë tjetër janë të implikuar dhe nuk distancohen dot prej tij. Kështu që ky gjykimi jo po pse s'fole më para, jo po thethi dje, kjo sot e kujton ka qenë, erdhi një moment, të paktën e ka kuptuar, nuk është si këta tjerë që nuk distancohet. Nuk distancohet nga e keqja. Kështu që këto më duken budalliqe, si është kjo. Shifeni qik edhe kush e gjen sa vjeç është. Edhe pra kjo është historia e kësaj. Këto pastaj jo po Mariana du të kishte fol dje, du të kishte fol Mariana dje, du të kishin fol gjithë. Menojeni ju po të flas Ulanballa ç'a bëhet, sa di. Ose të flas Damian Gjiknuri të tregojnë, për shembull ka qenë apo s'ka qenë te Aruba. Ose mendoni tjetrën që vetëm një ka fol deri tani, Arben Ahmetaj, edhe shihni si është bën Nami. Menojeni të flas edhe Belinda Balluku, të cilës i ka ngrit një kurth të papar Rama përmes Altin Dumanrave që kanë spak. Dhe shifeni për çfarë është duke e hetu Belinda Ballukun. Do ta bëjmë një video tjetër
Po shifeni qa kurthi i papar i është ngrit nga kjo drejtësi, sigurisht nga Edi Rama, Belindës për ta heqë qafet. Metodë tipike mafioze ku bashkëpunëtor kryesor është vetë Spaku. Njërin kryesor të paktën që e besoj unë 100% që ka kamikazin e vetë në Spak Rama është ky Dumani, se po më hap breshka. Tani përshëndetje që i këto ndjekësit, edhe të presim që revolucionit t'i bashkohen edhe shumë Mariana të tjera, le t'i kërcënojnë Rama me Spak e me Helena e me Taulanta, revolucioni nuk ndalet. Se e ka kurdisa i shokujt. E gjutë si thoshte sot, sorat, për këtë thoshte sorat Rama. Flasim në një video tjetër për këto tema. Breshkën e mora për të rikujtu atë zotrin që i mante breshka në zyrë kur ka qenë në fillimet e veta në politikë, ka përzon breshka tani është çmen fare. Dhe ishte mirë që t'ja rikthejnë breshkat në zyrë prap. Ai ka pas të vogla, më duket, jo kaq të madhe sa kjo, po. Kështu sa aktive. Që po ju përshëndet se po ngren kamën kështu. Hajde, miru pash.